në për shkolla, në për shoqëri, bullizohet fëmiu edhe për një telefon që e ka më të dobët se sa të tjerë. Për gjëra shumë të kota, bullizohet fëmiu pse nuk ka një par patika të mira. Bullizohet fëmiu pse nuk vesh mbatha të mirë. Poshtrohet nga shoqëria, poshtrohet nga fëmijët e tjerë. Ne nuk themi që ata fëmijë që bullizojnë janë të pafajshëm, por faji kryesor ndoshta është tek prindërit e tyre, sepse nuk janë edukuar që mos t'i bullizojnë të tjerët për shkak deficitit që e kanë ata arsimor dhe fetar në familjet e tyre. Nuk ka frikë Allahun Azza wa Jall, nuk e ka mësu fëmijën e tij që të ketë frikë nga Allahu Subhanahu wa Taala, sepse nëse fëmiu bën pa drejtësi, të shkohet prej Allahut Azza wa Jall dhe të hakmirët Allahu Subhanahu wa Taala për atë të dobtin. E këto gjëra, nëse nuk janë mësuar në familjet e tyre, atëherë padyshim që ata fëmijë do të jenë nga ata që bullizojnë edhe veprojnë vepra të tilla, e padyshim që prindërit do të kenë përgjegjësi para të Madhit Allah nëse ata nuk kanë edukuar fëmijët e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, çdo kush i cili ka një përgjegjësi dhe ndaj atyre që është i përgjegjshëm, nuk i këshillon ata, pra nuk i edukon ata, ai nuk do ta ndihen erën, aromën e xhenetit.